Eugen Cakulli nga Demokracia në Veprim është mandatori 14 me radhë. Me të do të flasim për zgjedhjet në përgjithësi, si ka para ai dhe institucionit cilin e përfaqëson. Çka do të ndodhë tutje, si po rrjedhin gjërat me numrat dhe formimin e qeverisë. Zoti Cakulli, faleminderit për pranimin. Faleminderit shumë për ftesën. Po e nisim fillimisht me atë se si keni parë zgjedhjet në Kosovë. Zgjedhjet në përgjithësi deri në momentin e mbylljes së vendvotimeve ishin proces i rregullt, pa ndonjë incident që do të mund ta cënonte integritetin e zgjedhjeve, por që fytyra e vërtetë e zgjedhjeve në fakt doli tek pas mbylljes së vendvotimeve në raport me publikimin e rezultateve. Pra, aty filloi seria e dështimeve dhe unë besoj që janë përgjësi e KQZ-s, të cilat dështime të një pas njëshme kanë ndikuar që jo vetëm tashmë të ketë mosbesim në raport me KQZ-n, për shkak se ajo është evidente, por të fillojnë edhe teoritë e konspiracionit e të dyshimeve mbi vetë rezultatin zgjedhor. Së dyti, kemi pasur vonesat e pakuptimta në raport me procedurat që po zhvillohen për qendrat komunale të numërimit, ku edhe pse jemi në përmbyllje të këtij procesi, i kemi humbur gati një javë me disa prej qendrave që nuk janë hapur për shkak se ka munguar një switch që lidh kamerat me televizorët. Pra, një nivel i tillë i absurditetit nga ana e KQZ-s që ka treguar për një lloj mospërgjegjësie të tyre në raport me këtë proces. Edhe pse kjo fazë shënon përmbylljen e procesit numërimit, meqense ka pasur në disa raste probleme dhe dallime në mes të votave në vendvotime edhe atyre në qendra komunale, për shkak të ankesave të subjekteve politike që mund të vinë, nuk përjashtohet mundësia që të ketë rinumërime të sërishme në disa prej vendvotimeve të cilat mund të urdhërohen nga PZOP-ja apo Gjykata Supreme, e që pastaj mund të ndikoj edhe në vonesa të më të tjeshme të procesit zgjedhor. Këto teoritë konspirative që po i përmendni, apo po ndeni që mund të ketë devijim të rezultatit? Jo, në fakt, vëzhguesit tanë, përveç disa rasteve tashmë të evidentuar dhe për cilat ka procedurë hetimore nga prokuroria, që ndëlidhen me fenomenin e njohur si treni bullgar. Rastin Gjakov, rasti Gjakov dhe rasti në Shtime, pra janë të paktën dy komuna ku ka dyshime për pranitë e fletvotimeve jo të vlefshme, pra jo në kuptimin se ai kanë votuar subjektet politike, po ose që nuk janë të vullosura, ose që janë fotokopje, që të dyja janë indikator të fenomenit në fjalë, për shkak se nuk ka ndonjë rrethon tjetër se si kjo ka mundur ndodhë. E me që jemi te ky fenomen, ajo çfarë dua të potencoj është që në fakt është tejet e çuditshme se si KQZ-ja në këto zgjedhje ka vendosur që pjesë të komisionerëve ta ketë një pozitë të re, një zyrtar që ka qenë përgjegjës për statistika, e nuk ka pasur zyrtar përgjegjës te kutia e votimit, siç ka ndodhur zakonisht, e i cili do duhet që përveç se hap dhe mbyll vrimën e kutisë, të kontrollojë nëse fletvotime që futen në të janë fletvotime zyrtare apo jo. Pra ka pasur fare pak vendvotime ku për shkak të pranisë komisionerit të 6 e të 7 ka pasur një zyrtar të tillë, derisa në shumicën pra ku kanë qenë 5, zyrtari i kutisë së votimit nuk ka qenë aty, por ka qenë zyrtari për dëna statistikore, dëna këto që nuk janë publikuar fare. Pra gjatë ditës së zgjedhjeve, KQZ-ja nuk ka raportuar se sa është grup mosha mesatare votuesve që po dalin e po votojnë, as nuk ka raportuar cila është gjinia që po dominon në për lokalitete të caktuara. Pra, thjesht ka qenë një zëvendësim i panevojshëm dhe si i tillë lë hapësira dyshimi se si është e mundur, pra që nuk ka pasur zyrtar për mbikëqyrjen e kutisë së votimit. Çka thotë rregulloria në raste të tilla, pra te rasti i trenit bullgar në Gjakovë në Shtimje? A mund të ketë anulim të fletvotimeve, të vendvotimit në tërësi apo? Në radhë të parë, duhet që tashmë PZOP-ja dhe institucione tjera të bëjnë një auditim të këtyre kutive të votimit, dhe në rast se vërtetohet që ekziston prania e tyre, pra fletvotimeve qoftë të pavullosura ose të fotokopjuara, PZOP-ja ka diskrecion që të vendos ose ta anulojë në tërësi rezultatin e vendvotimit në fjalë, apo të urdhëroj përsëritjen e procesit zgjedhor aty. Unë besoj që anulimi i rezultateve nuk është që kontribon kush e di se çka në integritet të procesit zgjedhor, për shkak se ekzistimi vetëm një fletvotimi të tillë
mund të interpretohet që si fenomen, pra treni bullgar në këtë rast mund të ketë ndodhur edhe në vendvotime tjera. Për shkak se ajo nuk kufizohet pastaj vetëm aty. Mjafton që dalë një fletvotim nga cili do prej vendvotimeve, e i njëjti mund të përdoret pastaj jo në të njëjtin vendvotim. Mundet që dikush ta nxjerrë një fletvotim në Gjakov, e pastaj me fletvotimin e vulosur të shkojë në PI, e të njëjtit ja jap një votuesi dhe t'i kërkoj atij që ta fus në kuti të votimit dhe që i njëjti ta nxjerrë jashtë fletvotimin tjetër. Kështu që nuk besoj që ka ndonjë efekt praktik, por që duhet të shohim se si do të vendos PZP-ja. Praktika nga e kaluara ka qenë që PZP-ja në shumicën e rasteve ose ka anuluar rezultatin në tërësi, ose thjesht e ka njohur si të rregullt në mungesë të provave se ka pasur trem bullgar, apo që ndonjë prej komisionerëve ka shkuar në përgjegjësi penale për zhvillimet në fjalë. Faktorin ndërkombëtar i vlerësoi pozitivisht zgjedhjen në Kosovë, megjithatë përmendi një fakt, ndërhyrjen e Vučićit. Cila është ajo mënyra që duhet organizohet shteti i Kosovës që t'ja pamundsoj Vučićit ndërhyrjen në zgjedhje, sepse është një lloj domkin, kjo njollë zezë që në kuadër të gjithë të angazhimit të mirëfillt të institucioneve të del diçka e tillë e manget. Fatkeqësisht kjo është hera e parë që kemi vlerësim të misionit të BE-s që specifikisht konstaton se Serbia dhe presidenti Vučić kanë ndërhyrë në zgjedhje, në njërin anë përmes përkrahjes publike të listës serbe dhe së dyti përmes të ashtu quajturave ndihma për kategoritë në gjendje të rëndë socioekonomike, pra shpërndarja e rreth 170 eurove për rreth 5.000 qytetarë nga veriu. Unë besoj që fatkeqësisht nuk ka mekanizma të mjaftueshëm ligjor që mund ta parandalojnë një gjë të tillë. Në radhë të parë përkrahja publike e një subjekti politik është shndruar në trend, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë më gjerë. Kemi kohëve të fundit shumë raste kur zyrtarë nga vende shumë me demokraci më të konsoliduar se ne, janë duke përkrahur një subjekt politik në një vend të caktuar. Dhe unë besoj që ky është trendi i rritjes së populizmit në për gjitha vendet e Evropës dhe në fakt ende nuk ka as Komisioni Venecia, as instanca tjera që merren me këto standardet e mira, le të themi, dhe praktikat e mira zgjedhore, që kanë arritur të evidentojnë një mënyrë të tillë. Ndërsa sa i përket ofrimit të mjeteve financiare, qoftë për qytetarët, për votuesit apo lloje të tjera, siç ka bërë Serbia me këta 5.000 votuesit, ka mundur që thjesht Republika e Kosovës që të pamundsoj marrjen e këtyre, por që në rastin me Serbinë është më problematik, për shkak se këtyre qytetarëve mjafton që të kalojnë kufirin, pra dhe që në Serbi t'i marrin këto mjete, dhe që është realisht formë e drejt për drejt e blerjes së vullnetit qytetar, dhe që si i tillë mund të shërbejë edhe si bazë nga institucionet ose për të anuluar le të themi, kemi raste kur PZP-ja, Gjykata Supreme, por edhe në për vende tjera që instancat më të larta gjyqësore kanë vendosur që blerja e vullnetit qytetar në çfarëdo forme që bëhet ajo, mund të jetë bazë për anulimin e rezultatit zgjedhor apo për përsëritjen e tyre. Unë nuk po aludoj që kjo mund të bëhet edhe në Kosovë, për shkak se tashmë rregullësia e procesit votimit është njohur si e tillë dhe ndërhyrjet kanë qenë kryesisht para ditës së zgjedhjeve, por ne duhet kemi kujdes që të mos tolerojmë që në mungesë të rregullativës ligjore, le themi pazaret të kryen deri në ditën e zgjedhjeve, pra të blihen votat e qytetarëve në forma të tilla, e pastaj të presim që vetëm dita e zgjedhjeve të shkojë diçka keq, për shkak se edhe partitë fatkeqësisht janë edukuar në këtë drejtim, më nuk po i bëjnë gabimet sikur më parë që manipulimet po ndodhin ditën e zgjedhjeve. Tashmë format e manipulimit zgjedhor po kryen shumë para ditës së zgjedhjeve dhe në fakt prandaj edhe dita e zgjedhjeve po shkon pas një incident dhe në frym të relaksuar edhe në mes të subjekteve politike, por edhe për krahasve të tyre. Në rregull, zoti Cakulli, hiç aspektin e organizimit logjistik, po dalim te ajo më e rëndësishme, aspekti politik, pra rezultati zgjedhor. Si keni parë, vetëvendosja ra në 40.8%, ndarja ulse momentale dhe ndryshimet potenciale pas votave me kushte ato të mëkatës. Në fakt ky ka qenë prej rezultateve më interesante zgjedhore që kemi pasur, përtej rënies së lëvizjes vetëvendosje dhe pamundësisë së këtij subjekti për të arritur 500.000 vota apo shumicën e votave të komunitetit shqiptar, siç është proklamuar nga ana e tyre gjatë fushatës, është tregues dhe unë besoj një lloj mesazhi edhe nga votuesit që nuk janë të interesuar që ta kenë një parti vetëm në pushtet.
Pra votuesi unë konsideroj që ka përquar një sinjal se është i domosdoshëm bashkëpunimin me subjekteve politike pavarësisht dallimeve, përplasjeve që të njëjtat mund t'i kenë. Dhe në fakt kombinatorika aktuale e numrave në bazë të mandateve që pritet i marrin subjektet politike, jo vetëm që imponon bashkëpunim, por imponon edhe bashkëpunim të zgjeruar. Pa i llogaritur votat e diasporës dhe votat me kusht, Lëvizja Vetëvendosje qëndron aktualisht tek 47 mandate. Dhe edhe nëse i shtohen 10 prej komuniteteve jo shumicë, që edhe ato nuk janë të sigurta, për shkak se janë të paktën 2 parti, në njërin anë është Partia Liberale Egjiptiane e Veton Berishës, që më parë ka qenë edhe deputet në grupin parlamentar të LDK-s, por edhe i kemi partinë e zonjës Duda Balje, e cila në vazhdimsi, të paktën gjatë legislaturës së fundit, ka pasur një lloj qasje më antagoniste në raport me politikat e ndjekura nga qeveria Kurti. E normalisht këtu nuk po e llogarisim fare deputetin Adem Hoxha, që për gjatë legislaturave ka qenë vazhdimisht pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Pra as votat e komuniteteve jo shumicë jo serbe nuk janë aq kompakte dhe homogjene që mund garantojnë se do t'i shkojnë një partije. Pra, po edhe po t'ishte ashtu, plus 10 të tyre dhe eventualisht një mandat që pritet ta fitoj deputeti partia e Nenad Rashiqit, atëherë po flasim për 11 mandate, që shkon drejt tek 58, atë sa Lëvizja Vetëvendosje i ka pasur vetë në zgjedhjet e fundit. Që i bie se nevojiten votat të paktën prej 3 deputetëve për të pasur atë qeverinë e bresht me vetëm 61 mandate, e që unë besoj që nuk është as në funksion të as në interes të Lëvizjes Vetëvendosje, as në funksion të stabilitetit parlamentar. Pra edhe me 68 deputet sa ka pasur shumica parlamentare e legislaturës së fundit, ne kemi pasur dështime masive të mbledhjeve të kuvendit, pikërisht për shkak mungesës së kvorumit. E unë besoj që kjo mund përsëritet sërish, andaj është domosdoshme që të ketë bashkëpunim më gjerë, e ku në bazë të votave të tanishme nuk mjafton në fakt as partia le themi me 8 apo 7 deputet që është në këtë rast AK-ja, për shkak se as ajo nuk garanton stabilitet institucional. E kur e kemi zgjedhjen e presidentit në Prag pra të fillim të vitit të ardhshëm, kjo imponon diskutime edhe më gjera politike, me që rast nevojiten 80 vota, që i bie se ose duhet ketë një koalicion me PDK-n për të arritur këtë shifër, ose me LDK në AK-n, duke supozuar që edhe komunitetet tjera do të qëndrojnë në sallë dhe do të mundsojnë kvorumin për zgjedhjen e presidentit. Kështu që unë besoj që është mjaft interesante, edhe pse fatkeqësisht deri më tani, çuditërisht për herë të parë jemi duke parë që të dy taboret, edhe Lëvizja Vetëvendosje, por edhe parti tjera nga radhët e partive opozitare, nuk është se kanë ndonjë interes e gatishmëri ctuar për të qenë pjesë e qeverisjes, kjo mbas edhe për shkak të gjeopolitikës dhe ndryshimeve të mëdha në arenën ndërkombëtare, sidomos me ndryshimet në administratën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë duke u treguar te të paparashikueshëm në raport me veprimet e tyre, e kur dihet që Kosova është ende peng i zbatimit të disa prej marrëveshjeve ndërkombëtare, përfshirë këtu marrëveshjen e për themelimin e asociacionit, por edhe marrëveshjen e Washingtonit të qeverisë Hoxha, e cila nuk është zbatuar në tërësi. Unë besoj që presioni politik mbi qeverinë e ardhshme, e cila do qoftë ajo, do të jetë mjaft i madh dhe pikërisht për këtë arsye nuk ka shumë interesim as nga ana e partive që ta shtyjnë përpara më shpejt formimin e institucionit. Ju po thoni që do të përballen me presion, megjithatë nëse secila prej tyre refuzon, përballet me këtë presion, dikush duhet të formojë institucionet. Dikush duhet të formojë, por problemi qëndron se kur duhet formohen. Pra në njërin anë nuk është se ka afate shumë strikte për formimin e institucioneve, të paktën hallkën e parë që është konstituimi i kuvendit, gjë që u jep mundësi partive politike që të blejnë kohë e që duket jetë mjaft e nevojshme tani për tani. Dhe me procesin zgjedhor lokal që pritet të mbahet diku nga vjeshta e aktiviti në shtator apo tetor, nuk është larg mendsh që edhe subjektet politike duan që ta prolongojnë themelimin e institucioneve dhe eventualisht provokojnë zgjedhje të jashtëzakonshme, cilat do të mund të mbaheshin paralelisht me zgjedhjet lokale, e në këtë drejtim normalisht më shumë të kjo do t'i konvenonte Lëvizjes Vetëvendosje që si parti performon shumë më keq në nivelin lokal, krahasuar me nivelin qendror, por që mbajtja e të dy zgjedhjeve brenda një të njëjtën ditë i ofron zakonisht avantazh partisë që është në pushtet. E qartë, zoti Cakolli, po ndalemi te numrat momental.
47 mandate të lëvizjeve të vendosje, 25 PDK, 20 LDK dhe 8 AK. A mund ndryshoj kjo me votat e margatës dhe atyre me kusht, gjithmonë sipas trendit të së kaluarës? Me qenë se I kemi rreth 80.000 vota jashtë vendit që pritet që të verifikohen si të tilla, pra nga mbi 100.000 sa pa të aplikuar, kjo ka zbehur potencialin e ndikimit domethënë në proces dhe në raport me rezultatet e zgjedhjeve. Duke ndjekur trendet e zgjedhjeve të kaluara ku lëvizja vendosje ka marrë mbi 70% të këtyre votave, e që në këto zgjedhje unë besoj që është jo realiste të pritet që do të ketë mbi 70% të votave. Sërish, numri maksimal I mandateve që mund t'i marrë lëvizja vendosje shtesë është 2, që I bie se mund shkoj maksimalisht në 49 deputet. Në cilin rast nëse I merr mbi 70-75% të votave diasporës, siç ka bërë në zgjedhjet e vitit 2021, por që në bazë të mobilizimit të partive tjera, kjo duket jetë vështirë e realizueshme dhe në fakt unë besoj që do të kemi një lloj balancimi të fuqisë politike brenda votës së diasporës, mbase jo në nivelin që të jetë të barabarta, por të paktën unë pres që dy partitë opozitare, në këtë rast PDK dhe sidomos LDK, të kenë një rritje krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, kur ato mezi bashkë kishin marrur më pak se 20% të votave. Po për hir të korreksis, nëse I shtohet 1 ose 2, kujt I hiqen ato mandate? Ose edhe kundërta, nëse bie, pra nëse performon dopt në mërgat, I bie që edhe të humbon një mandat. Për ta humbur një mandat lëvizja vendosje duhet bjerë nën 45%, madje edhe nën 40% nëse njëra prej partive nuk performojnë më mirë, e që edhe kjo është pastaj jo realiste, por marrja mandateve dhe lëvizja e tyre brenda subjekteve politike varet shumë se si performojnë këto dy parti. Ta zëm nëse lëvizja vendosje I merr 2 mandate shtesë dhe I merr mbi 75%, atëherë do ta merrte nga një mandat nga PDK e nga LDK. Por nëse ndonjëra prej këtyre performon shumë më mirë se sa tjetra, atëherë I bie që njërin mandat e humb njëra parti, ndërsa mandatin tjetër e humb AK-ja. Pra, aktualisht koeficientet për ndarjen e mandateve janë shumë të afërt njëri me tjetrin dhe do të varet kryekëput se si do të performojnë partitë në kuadër të votave jashtë vendit, e që me një qasje dhe me një shpërndarje proporcionale të votës, atëherë unë besoj që gjasat më të mëdha janë që mandatet të merren nga PDK dhe nga LDK, e jo nga AK që tashmë është brenda koeficientit për t'i siguruar te deputet. Po ndalemi të ky vakumi ligjor që po diskutohet tashmë në opinionin kosovar, ai I zgjedhjes së kryeparlamentarit. Pra në momentin që certifikohet rezultati zgjedhor, presidentja thret seancën konstituive që është brenda 30 ditëve pas certifikimit zgjedhor, cilat janë procedurat për zgjedhjen e kryekuvendarit, që I takon partisë në pushtet sipas kushtetutës. Sapo të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve dhe të thirret mbledhja konstituive, aty në fakt përmbyllet afati për të themeluar institucionet. Fatkeqësisht, me rastin e vitit 2014, në atë kohë kur PDK-ja ishte fituese zgjedhjeve dhe ishte formuar bloku Vlan, gjykata kushtetuese, duke zhbllokuar krizën e asaj kohe, kishte konstatuar që drejta ekskluzive për nominim të mandatarit parë I takon partisë që është fituese relative e zgjedhjeve, por nuk kishte dhënë asnjë afat brenda çfarë periudhe duhet bëhet ky propozim. Që I bie teknikisht, edhe nëse lëvizja vendosje nuk do të ketë shumicën e nevojshme për të qeverisur, e që unë besoj do ta kushtzoj formimin e institucioneve me arritjen e një marrëveshje, lëvizja vendosje mjafton të mos e propozoj një emër në seancë dhe mbarvajtja e seancës është e atill që deputeti më I vjetër në moshë kërkon nga partia në pushtet, në këtë rast nga lëvizja vendosje si fituese zgjedhjeve, që ta nominojë dikë dhe mjafton që lëvizja vendosje të mos ta bëjë një gjë të tillë dhe procesi paralizohet si I tillë. Dhe duhet ndërpritet seanca dhe e njëjta të përsëritet sa herë të ketë nevojë derisa të zgjidhet kryetari I kuvendit. E për të zgjedhur kryetari I kuvendit dhe për të zgjedhur edhe nënkryetaret e kuvendit, unë besoj që do të jetë shumë problematike pa pasur një marrëveshje për koalicion qeverisës, për shkak se nëse zgjidhet kryetari I kuvendit, atëherë fillojnë të rrjedhin afate strikte kushtetuese sa I përket zgjedhjes së qeverisë. Pra, sapo të konstituohet kuvendi, presidentja e vendit obligohet që të kërkojë nga partia fituese e zgjedhjeve që ta
propozoi një emër për mandatar të formimit qeverisë dhe sapo presidentja ta dekretoi të njëjtin si mandatar, ai ka vetëm 15 ditë kohë për ta propozuar në kuvend përbërjen e re qeverisë. Nëse brenda 15 dite nuk zgjidhet qeveria e re, atëherë presidentja është e obliguar që të shikojë opsione të tjera. Në rast se ekziston një shumicë parlamentare që ka të paktën 61 nënshkrime për ta provuar që ekziston si e tillë, atëherë presidentja është e obliguar që t'ia jap mandatarin atyre brenda një afati 10 ditor. Dhe pastaj edhe mandatari i dytë ka 15 ditë kohë sërish për ta propozuar dhe për të marrë miratimin në kuvend të përbërjes së qeverisë. Nëse asgjë nuk ndodh, konsumohet afati prej 40 ditësh prej 40 ditësh në këtë drejtim, që është afat që është përcaktuar në kushtetut, te i kalimi së cilit në kupton se duhet shpallën zgjedhje të reja të parakoshme, cilat mbahen deri në 40 ditë nga momenti i shpalljes së tyre nga presidentja, e që në rastin ton me një dinamik të tillë do duhet të ishte diku nga fundi i muajit qershor. Pra, nëse shikojmë në njërën anë, kjo po i bie që a mund të ketë ndonjë ta quajmë vonesë të koordinuar kjo çështje e mos certifikimit të rezultatit zgjedhor. Pra sipas asaj që po thoni ju, nëse vonohen zgjedhjet, vonohet konstituimi i institucioneve si kryekuvendari dhe kryeministri, po bie që afatet ligjore po shkojnë dhe po i afrojmë zgjedhjeve lokale. A ka logjik po e zëm të mbajnë zgjedhjet në qershor? Lokalet? Qendroret. Jo, në fakt ideja është pra që mbajtja e zgjedhjeve në qershor, eventualisht është versioni më optimist i mundshëm nëse dështojnë hallka të tilla, por unë nuk besoj që subjektet politike do të propozojnë një kandidat nëse nuk kanë votat nevojshme për ta formuar më vonë edhe qeverinë. Andaj unë pres që mund të ketë zvarritje, por do të jetë interesant fakti të shihet nëse subjektet politike opozitare do të kërkojnë apo në presidentja idealisht do të kërkojnë interpretim nga ana e gjykatës kushtetuese sa i përket çështjes së afatit për nominimin e kryetarit të kuvendit. Dhe pastaj një vendim potencial i gjykatës kushtetuese, përveç se mund ta sqaroj situatën dhe ta qartësoj si procedurë, është interesant të shihet se si do të ishte reagimi potencial i lëvizjes së vendosit, që unë besoj do ta shfrytëzonte një situatë të tillë për ta sulmuar gjykatën kushtetuese, duke konstatuar që kur bëhej fjalë për PDK nuk është caktuar asnjë afat, derisa për ne po imponohet një afat që nuk ka qenë më parë, e që pastaj mund të jetë edhe karrem për ta që ta shfrytëzojmë për retorikën e zakonshme dhe diskursin relativisht polarizues që ka karakterizuar këtë subjekt politik. Sipas jush, cila është zgjidhja? Pra, si duhet të veprojnë të gjitha partijtë së bashku nëse është nevoja? Unë besoj që zgjidhja ideale është të ketë diskutimin mes partive politike për të arritur një koalicion më të madh për qeverisjen e ardhshme 4 vjeçare, ku përfshihet edhe çështja e presidentit. Pra është absolutisht e pa kuptim që t'i hyjmë formimit të institucioneve tani, kur në rreth 12 muaj ko do të na duhet që sërish ose ta zgjerojmë koalicionin qeverisës pra partitë cilat janë në pushtet, ose do duhet që të kërkohen mbështetja opozitës për votat për qëndruar të paktën në sallë për të zgjedhur presidenti. Dhe dështimi për të ndodhur kjo në kupton se zgjedhje, andaj nuk është se na konvenojnë zgjedhje të tilla të shpeshta, dhe edhe një proces i ri zgjedhor, pra edhe nëse nuk ka dakordim, nuk është se mund të prodhoj një situatë ku ndonjë rapal mund t'i afrohet 80 votave që janë të nevojshme për zgjedhjen e presidentit. Andaj unë besoj që tani është koha e duhur për të marrë vesh jo vetëm për konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, por edhe për zgjedhjen e presidentit. Po nuk po duket pak problematike, sepse në njërin anë kemi lëvizjen vetëvendosje që po refuzon kategorikisht koalicion, duke portretizuar që duke thënë se do ta formoj e vetme qeverinë, ndërkohë në anën tjetër asnjëra prej partive opozitare nuk është e gatshme të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje. Sipas numrave, pa këto dyja nuk bëhet asnjëra. Në fakt, lëvizja vetëvendosje e di se nuk mund ta formojë vetëm qeverinë, të paktën pa pasur atë që quajnë kushtimisht peshkim të deputetëve, por që askjo nuk do të ishte opsion i qëndrueshëm, sepse po flasim për 2-3 deputet, të cilët pastaj do ta bënin shumë të bresh qeverisjen, e cila nuk është se me proceset që mbeten, pra kemi byron, vetingun, kemi një sër projekt ligjesh të cilat nevojitet një shumicë më e konsoliduar, dhe unë besoj që kjo nuk i duhet as lëvizjes vetëvendosje. E në anën tjetër, sa i përket diskursit polarizues dhe përçarës mes partive,
Ajo çfarë ka shtuar Kosovën është që ata që janë sharë, e kritikuar, e përçarë më shumë ti mes vete, janë ata që kanë përfunduar në koalicione. Andaj unë nuk e përjashtoj si mundësi as që ndonjëra prej partive opozitare të bashkohet lëvizjes vendosje në qeverisje, por që as partitë opozitare ta formojnë një qeveri, ndonse për to do të ishte shumë problematike për shkak se në rastin e tyre është e sigurt që lëvizja vendosje e vetme mund ta bllokojë zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm, vetëm duke mos qëndruar në sallë, e që pastaj do të nënkuptonte shpallje të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Cili është koalicioni më i mundshëm sipas jush dhe më i miri? Në fakt, Më i miri për ka numrat, jo. Në aspekt të numrave, koalicioni vetëm që garanton zgjedhje të presidentit është koalicioni Lëvizja Vendosje PDK. Pra me LDK-n të paktën në bazë të numrave të deritanishëm, sigurohet një shumicë prej 68 deputetësh të komunitetit shqiptar, shto këtu edhe 11 potencialisht nga radhët e komuniteteve, pra jemi vetëm ende tek 79 që i bie se teknikisht e matematikisht nuk është e sigurt që pa votuar ndonjë prej deputetëve të partive tjera opozitare mund sigurohet edhe zgjedhja e presidentit. Por që përvoja deri më tani me përjashtim të rastit të presidentes Jajoga ka treguar që partitë opozitare kanë ditur që të qëndrojnë në sallë edhe pa qenë fare pjesë e koalicionit, vetëm për të mundsuar zgjedhjen e presidentit, duke bërë kvorumi, por duke mos votuar për zgjedhjen e cili do individ që kandidohet dhe që merr votat e nevojshme. Zoti Cakolli, ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë, kënaqësi. Ndërkaq ju shikues të nderuar, po ju lë vesh si ushtrues detyre sepse deri javën e ardhshme s'keni mandat.